Dokumentari Pendes pakthimi transmetuar për nxënësit e shkollës Ibrahim Rugova në Kamës nga lidhja e gazetarëve të shëndetit ka ngjallur interes të veçantë për ta. E kemi ndërmarrë këtë iniciativë për të rritur sensibilizimin e të rinjve dhe adoleshentëve në lidhje me sëmundjet seksualisht të transmetueshme dhe mbi abortin. Kjo sepse të dhënat e fundit të autoriteteve shëndetësore janë alarmante. Numri i aborteve po rritet ndjeshëm sidomos tek moshat e vogla. Rreth 3% e gjimnazistëve sot në qytetet e mëdha përjetojnë një shtatzani të padëshiruar. Gjithashtu, rastet e sëmundjeve seksualisht të transmetueshme në një vit janë të njëjta me numrin e rasteve të gripit. Nxënësit shprehen se e vetmja mundësi ku mund të marrin informacion për raporte seksuale të mbrojtura është lënda e biologjisë dhe interneti. Ata druajnë të bisedojnë me mjekun e shkollës në lidhje me SST-t dhe riskun që bartin. Keni shkuar ju ndonjëherë te mjeku i shkollës për të biseduar për këto probleme? Jo, tek mjeku i shkollës jo, por ku kemi pasur probleme, kemi folur me mësuesin e lëndës. Ose ku kemi dashur që të di më shumë. Pse nuk e frekuentoni mjekun e shkollës për to? Thjesht ndoshta edhe nga që materiali që kemi mendojmë se deri diku është i vlefshëm. Po, duk i përshtatshëm për moshën që kemi dhe ne. Edhe për gabimet që bëhen në këtë moshë. A keni ju ku merrni informacione të tilla përveç orës së mësimit që zhvillohet për të shmangur atë druajtjen le të themi? Pasi ju mund flisni edhe me shokët, po jo gjithçka mund të thuhet. Po, kemi në internet, mund të shikojmë emisione ndryshme për televizione. Përsa i përket mjekut të shkollës, ju ka rastisur që të konsultoheni me mjekët e shkollës për këtë problem? Jo. Adoleshentët shfaqin mjaft interes për temat që lidhen me marrëdhëniet seksuale e sëmundjet seksualisht të transmetueshme. Gjatë komunikimit me ta bie në sy lirshmëria në komunikim, ndonse i etiketojnë tabu diskutime të gjera për këtë çështje, sidomos me prindrit. Burimet e informacionit në ditët e sotme janë të shumtë, edhe nga orët e mësimit, por edhe në media e gjejmë, sidomos që dokumentari ishte më i mirë sepse kemi edhe përvojat personale të njerëzve, gjë të cilën kjo mendoj se në ditët e sotme ka pak njerëz që i tregojnë përvojat personale, siç ishin ato në shembull të dokumentarit. Si u duk dokumentari? Dokumentari mjaft i zgjedhur kishte kapur dy raste shumë pikante, si sëmundjet seksualisht të transmetueshme, si dhe rasti infektimit i vajzës që kishte abortuar në moshë fare të re, dhe janë probleme që i gjejmë kudo, janë prezente në shoqërinë tonë. Edhe drejtuesit e shkollës e kanë pritur me interes transmetimin e dokumentarit si dhe bisedën mbi SST-t me nxënësit. Ju falenderoj për iniciativën që keni ndërmarrë për këtë moshë mjaft delikate, për të sensibilizuar që të mos ndodh që në këtë moshë të bien pre e kësaj dukurie mjaft të rëndë për moshat e këtyre. Ajo që ra në sy gjatë prezantimit të projektit media brenda shkollës ishte interesi i tyre për faqet online dhe blogjet, çka tregon se informimi më intensiv është në botën e internetit. Mësuesit e shkollës pranuan se përpiqen të përgjigjen të gjitha pyetjeve të tyre, por sensibilizimi është i domosdoshëm edhe nga familja e mjetet e informimit publik.